Unë dua t'i uroj të gjithë qytetarëve të Tiranës, me emrin tim si kryetari i bashkisë, gëzuar ditën e verës, ditën e luleve. Dua të përsëris urimin tim për gjithë shqiptarët, le të jetë kjo një ditë e shpresës për një ndryshim pozitiv në jetën e çdo shqiptari. Ndaj, jam i bindur se flas në emër të shumicës dormuese të shqiptarëve, të djathtë, të majt, pa dallim, kur them se sot është një ditë për të reflektuar për një rrugë tjetër, për një rrugë ndryshe. Sot nuk është dita që qeveria të bëj show e propagandë. Sot është dita të reflektojmë gjithë së bashku, sepse mënyra se si kemi ecur deri tani nuk po prodhon për shqiptarët as punë, as mirëqenie, por vetëm fatkeqësi, pasiguri dhe varfëri. Truket dhe lojrat janë për ditën e verës. Shqiptarët meritojnë dhe kanë nevojë për zgjidhje reale. Në këtë ditë vere të hapim rrugën për një ofertë të re që t'ju siguroj familjeve shqiptare dhe fëmijëve shqiptarëve një ekonomi të fortë, një të ardhme të sigurt, siguri, mirëqenie për gjithë. Gëzuar ditën e verës, gëzuar ditën e shpresës, gëzuar ditën e luleve.